Si pasojë e situatës së krijuar prej 2 ditësh nga shëmbja një pjesë të rrugës në segmentin rrugor Ure-Shtrenjt-Prekal, qarkullimi vijon të jetë i bllokuar. Avenir Çela, administratori i njësisë administrative Postrip, bëri me dije se pritet mbërritja e ekipeve të emergjencave civile nga Ministria e Mbrojtjes për të realizuar ndërhyrjen në riparimin e rrugës. Fatmirësisht nuk kena asnjë problem njerëz, se i kena izoluar në mënyrë shpejt dhe po presim që të bëhen vlerësimet dhe janë njoftu Ministria e Mbrojtjes, Emergjenca Civile Kombëtare dhe besoj se shumë shpejt do t'i kena këtu dhe do t'i japin një zgjidhje që në mënyrë ta hapim sa më shpejt këtë rrugë dhe të bëhet e aksesueshme për banorët. Kërkojmë mirëkuptimin e banorëve që të kenë pak durim, por çdo si të kenë nevojë, ne ju gjendemi pranë për çdo gjë në mënyrë mjekësore, në ushqime që të kenë nevojë ato, do jena pranë tyne, vetëm na kontaktojnë për çdo problem. Ndërkohë, në aksin Bog-Theth, kryesisht në zonën e Qafthores, gjatë natës ka patur rreshje të lehta dëbore. Në këtë aks qarkullimi po kryhet me goma dimrore dhe me zinxhir. Në të njëjtën mënyrë kryhet qarkullimi edhe në aksin Tamar-Vërmosh, me përjashtim të rrugës së Prekalit. Akset e tjera në qarkun e Shkodrës janë të kalueshme, ndërkohë që në territorin e Bashkisë Malësi e Madhe raporton për probleme në furnizimin me energji elektrike, kryesisht në zonën e Zagorës, Vrakës dhe në zonën e Kelmendit. Ekipet e OSHE-s janë në terren dhe me dije se po punojnë për riparimin e defekteve.